Fakte dokumentat e policisë këto janë. Çka do të thotë që ky domthon mendjen e ka pas të kthjellët. Domthon mund të merresh me veprimtari kriminale duke e drejtuar nga larg, jo duke qenë në strofull, atje sepse për shembull në Kolumbi takohen te portët grupet kriminale. Disa ato të mençurit nuk shkojnë te porti që në ushtarët. Patjetër. Tani Ervini nihet një ndër kokat që e komandonte nga larg, ashtu siç ka të tjerë që e komandojnë nga burgjet. E qartë. Janë vende më të sigurta në burg, sesa të lirë në Kolumbi apo në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sepse edhe në vendet duhet ankohemi për burgje. Edhe në Emiratet e Bashkuara, aty është ligji shumë i fortë që s'të lën të bësh edhe një gërvishtje me biçak, si i thomin, me thik. Se atje të përzan pastaj, po shkele rregullat. Nëse vret të vrasin, të vret shteti, dënim me ekzekutim. Ramaj, a mundet të ekstradohet cilat janë procedura sa të vështire kemi ne? Unë do të kujtoj këtu rreth një vit e gjysmë parë, paktën një shkreu Spaku në të Altin Dumani shkoi në Brazil, paktën homologët e tij pati takime atje për sa i përket kësaj çështje. Sot e kemi të lehtë që një personazh tillë si Ervin Mata ne ta marrim ta përballim me drejtsinë shqiptare? Procedura nuk është e lehtë, mendoj që nuk do të jetë procedurë e lehtë për të ekstraduar nga Brazili, po mund të flasim për, siç u tha, për personazh të rrezikshëm i cili dhe vetë autoritetet braziliane mund të kenë interes për ta ekstraduar në Shqipëri, mund të ketë ndërhyrje dhe të partnerëve të tjerë europian, të cilët kanë interes për të dënuar ky personazh për krimet që ka kryer, pa mund të ketë kryer dhe në vende pra ka çuar lëndë narkotike në vende të tjera të Bashkimit Evropian, dhe ata mund të kenë interes ekstradimi, do të japin prioritet një shteti i cili ka dosjen më të fortë, më të kopësitur, mendoj unë. Nuk vlen Shqipëria, nuk vlen vendi origjinës në histori. Ligji shqiptar parashikon që për vepra penale që kryen, që prekin territorin shqiptar niset hetim dhe kanë të drejtën e kërkesës për ekstradim, pra e kanë hetuar dhe për personat të cilët janë shtetas shqiptar. Ervin Mata është shtetas shqiptar dhe është brenda jurisdiksionit ligjit penal shqiptar. Edhe pse veprën penale nuk e ka kryer në Shqipëri, por mund ta ketë kryer nga jashtë dhe të ketë ndikuar në Shqipëri me mënyra të tjera, do të thotë që shteti shqiptar ka të drejtën e hetimit dhe të kërkesës për ta dënuar, për ta gjykuar dhe për ta dënuar në Shqipëri këtë personazh. Dhe normalisht procedurat, besojmë, me momentin e arrestimit të tij kanë nisur, sepse ka një vendim të gjykatës shqiptare për kërkim ndërkombëtar, me sa jam unë ndjeni për këtë dosje. Dhe gjykata atje... sepse ka kapur Interpoli, kështu që praktikisht... Interpoli ka marrë urdhrin e ndalimit për shkak masës sigurisë për këtë personazh. Mund të jetë dhe jo vetëm nga Shqipëria, mund të jetë edhe nga një shtet tjetër, po e supozojmë këtë fakt. Dhe automatikisht gjykata atje, ku do paraqitet shpejt personin fjalë, duhet t'japi një verdikt, pra do qëndroj me këtë masë sigurimi apo jo, kjo është procedura standarde dhe më pas fillon procedura e ekstradimit, pra do përballet me gjykatën atje me mbarimin e procesit gjyqësor, vendoset nga shteti i Brazilit për t'u ekstraduar në një nga vendet që e ka kërkuar, që është Shqipëria në këtë rast. Që do thotë dhe takimi Dumanit atje, le të themi, ka ato frytet e veta në kuptimin e bashkëpunimit. Mund të jetë një lehtësi për këto raste, për raste të veçanta, kryesisht e lidhen me trafikun e narkotikëve për t'i sjellë këta personazhe në Shqipëri. Si ke para me kemi bërë një punë të mirë si shtet, apo qoftë edhe ndoshta Spaku me të tillë personazh, duke parë që le të themi Dubajin duke sikur e zbrazën pak, sollëm disa personazhe nga ndej ja Ervin Mata tani, të tjerë mund të priten. Shiko, çështja e ekstradimit është sa diplomatike të shtetit, sa të besueshme janë dhe organet e drejtësisë në një vend. Besoj se reforma në drejtësi ka sjellë një përmirësim imazhi i Shqipërisë në këtë aspekt, pra kryesisht struktura posaçme për personazhet e krimit, të cilët duhet ekstradohen dhe shumë shtete kanë pranuar këtë fakt për t'i sjellë në Shqipëri, mbase jo Dubai 100% u ka mendim ndryshe se një pjesë e atyre personazheve kanë ardhur vetë. Pra një pjesë mund të kenë ardhur dhe me dëshirën e tyre për t'u gjykuar në Shqipëri, por shtetet tjera i kanë pranuar kërkesat e prokurisë posaçme për ekstradim, ndërsa vetë procedura thash duhet kemi edhe një rol më të fortë si shtet nga ana diplomatike për ta konsoliduar dhe me marrëveshje ligjore
faktin se kur kryet vepra penale, si është procedura ekstradimi, si garantohen drejtat personit tu, mund të jetë shtetas shqiptar, mund të jetë shtetas i huaj që ka kryer vepra penale në Shqipëri dhe duhet të ekstradohet. Kështu që kjo është një intensive fushat diplomatike që duhet ndërmerret me gjithë shtetet për sa i përket veprave të rënda të cilët dëmtojnë shtetin shqiptar. Dhe nuk është vetëm pjesë e SPAK-u. SPAK-u bën punën e vet, ka përmirësuar pjesën e imazhit, bën ato lehtëson rrugën sa mundet duke pasur takime dhe bashkëpunime, por duhet një impenjim më i gjerë mendoj i gjithë shtetit shqiptar. Edhe sigurisht do të ishte një punë shumë e mirë nëse do të bëjë një gjë e tillë paktën nga Ministria e Jashtme, sigurisht të angazhoheshin në raste të tilla aq më tepër siç janë vendet e Amerikës Latine, ku ne kemi parë që një pjesë e mirë e personazheve të botës krimit aty kanë ndërtuar, le të themi, një shtëpi të re, një punë të tyre shumë të mirë të trafikut të drogës, dhe që kanë ngritur standardet shumë lart, aqsa objekti i punës është i Ministrisë Drejtësisë. Por grupet diplomatike kush i dërgon? Kush i bën marrëdhëniet? Okej, po marrëdhëniet dhe reputacioni është si shteti me Ministrinë e Jashtme. Çfarë shteti je ti në raport? Procedura është e Ministrisë së Drejtësisë. Letër porositja nga Ministria e Drejtësisë. Bilaterale dhe multilaterale në raport me ekstradimet i përket Ministrisë së Drejtësisë, udhëheqin në pikpamje diplomatike për rëndësinë e këtij fenomeni, për t'i thënë stop trafikut ndërkombëtar të drogës dhe arrestimit e grupeve të strukturar kriminale që kanë marrë përsi për ta bëjnë këtë sipërmarrje shumë të dëmshme për gjithë shoqërinë globale, normalisht pastaj ngelet qeverive dhe Ministrisë Jashtme. Kurse procedurat me patjetër do t'i udhëheq Ministria e Drejtësisë, sepse po vazhdojmë ne vetëm me rast pas rasti nëpërmjet Interpolit apo partnerëve, është tepër e vështirë dhe futmi në një qorsokak dhe pastaj mundet që një ministër të investohet për një rast konkret dhe e realizon për ego personale dhe për të thënë që unë arrita diçka, po kur vjen problemi pastaj për grupe më të strukturuara dhe me rrezikshmëri më të lartë, që aktivitetin e tyre të trafikut ndërkombëtar drogëve e kanë shoqëruar dhe me krimin e vrasjes. Edhe ekzekutimin e disa persona, vepra të rënda kriminale, dhe nuk mund t'i ekstradojsh dot. Vetëm pastaj po të kryen ndonjë vepër penale në Emiratet e Bashkuara mbi fjalë apo atëherë mund ta ekstradojnë të përzan nga vendi i tyre. Ervin Mata më duket ka pas një tjetër përplasje me Vis Martinën, di që është marrë peng. E ka pas herët. E ka pas herët të përplasjen e pastaj ndodhi ai incidenti ku u vranë dhe u plagosën, edhe ka pas disa. Pra ka pasur përplasje aty. Ka pasur përplasje shumë të egra. E qartë. Mirë, unë do doja të ndaleshim në një tjetër çështje, për sa i përket disa kontrolleve të kryera tek njerëz të afërt të ish-zëvendësë kryeministres Belinda Balluku. Siglet lutem. Ajo se çfarë ka ndodhur me kontrollet, pra një kërkesë e miratuar nga gjykata dhe që ekzekutohet sigurisht nga Byroja Kombëtare e Hetimit, janë bërë kontrollet tek për djalin e tezës së Belinda Ballukut, Mire Dreçi, i cili ka pasur në aksion dritësa kohë më parë Excel Market dhe Hypo Tregu Elektrik, dhe një tjetër familjar i Ballukut është kunati i saj Meland Qirko. Tani, çfarë po ndodh avokat me këto kontrolle? Është, domethënë, ka rritur në një pikë ku tashmë pak po përpiqet të kapë çështjet e pasurisë në raport me Ballukun? Unë mendoj që janë zjatime ose vazhdim i pjesës së hetimit që po kryej ndaj zonës Balluku. Është një çështje e cila, nëse do flasim duke i marrë referencë dhe çfarë diskutuam më herët, është një çështje flagrance, pra flasim për veprime ose shkelje ligji që lidhen me ngjarje të afërta, në kohën që mbante detyrën e zëvendësë kryeministres zonja Balluku, kështu që dhe pjesa e veprimeve me parat, pra me parat cilat mund të jenë nxjerrë në shkeljet ligjit, duke referuar hetimit SPAK-ut, duhet të jenë diku, mund të jenë fshehur në format e investimit, në format e biznesit, mund të jenë fshehur duke blerë pasuri të paluajtshme, mund të jenë fshehur në forma ndryshme, të cilat dihen, dhe është detyrë e prokurorisë posaçme që për te zbulimit të shkeljes ligjit që ka kryer zonja Balluku në raste aferash të rëndësishme që janë trajtuar, ku flitet edhe për shumë ndaje parash, duhet gjenden dhe
paratë të cilat janë përfituar në mënyrë të padrejtë, mendoj unë, dhe këto avancime, dhe me kërkesat që ka pasur, dhe diskutimet e gjata që janë bërë këto 6 muaj të fundit, që lidheshin me masat e sigurisë të zonës Balluku, por dhe me avancimin e hetimeve ndaj saj, tregojnë që për këtë çështje prokuroria e posaçme është angazhuar seriozisht dhe do t'i shkojë deri në fund. Dhe kjo është gjëja mirë, mendoj unë, dhe për qytetarët, që të kenë atë drejtsinë që diskutuam më herët, një drejtësi të plotë. Jo vetëm hajde të marrim dikë ta dënojmë shpejt ta mbyllim dhe të mbetet me aq, por të shkojnë deri në fund se çfarë ka ndodhur, ku kanë shkuar parat, si është bërë shkelja e ligjit, si mund të jetë ka korrupsion apo s'ka korrupsion që është me interes, apo do mbetemi vetëm te akuza e shkeljes barazisë të tenderave. Të gjitha këto bashk duhet të jenë të plotësuara, duhet të jenë të plota dhe mendoj këto veprime hetimore që po kryen prokuroria e posaçme lidhen pikërisht me atë, pra vajtja deri në fund të kësaj çështje dhe gjenden ato prova, fakte të cilat japin atë drejtësinë përfundimtare, mendoj unë. Në një moment kur prokuroria e posaçme vendos të dërgojë letër porosie jashtë vendit, dhe ky të paktën unë kam nga informacione këtë për rastin Balluku, janë dërguar letër porosie jashtë vendit. Çfarë dyshon aty? Ka gjetur gjurmë për le të themi dërgim të parave jashtë, përfshirje pasurie jashtë? Një nga praktikat më të zakonshme që e hasim në punë përditshme është dhe që parat pista të investohen jashtë Shqipërisë, si formë për të fshehur. Unë mendoj që mënyra më e mirë shkojnë investohen avokat, pra një formë është investimi dhe forma tjetër është fshehja nëpër banka offshore, nuk e di? Janë të dyja mënyra. Të gjitha format, mund të jenë shumë forma, mund të jenë investime, mund të jenë depozita në vende ku nuk jepet mbajtësi depozitës, pra emri i personit. Mund të jenë kompani jashtë, unë personalisht kam pasur raste të tilla që kanë dërguar para nga Shqipëria jashtë vendit në kompani të tjera atje, për t'i transformuar, ndryshuar, për t'i kaluar në emër të personave të tjerë, pjesë e skemës për t'i humbur gjurmët. Dhe ose nëpërmjet formave të blerjes së pasurive të paluajtshme jashtë Shqipërisë, me qoftë me emrat e tyre apo me emrat të personave të tjerë. Dhe kjo është arsyeja mendoj që prokuroria e posaçme ka dërguar dhe letër porosi për veprime financiare të dyshimta që mund të jenë kryer. Kryesisht me transferta ose me veprime të tjera nëpërmjet personave të lidhur me subjektin që po hetohet. Është e lehtë për SPAK që të gjurmoj këto pasuri. Pra BKH-ja, se nuk i gjurmon SPAK-u, i gjurmon BKH-ja. BKH-ja merret në procedurat e si strukturë përbashkët. Planin dhe programin e hetimit e bën SPAK. Po, është prokurori i cili bën veprimet ose grupi i prokurorëve nëse janë disa. Planin e punës. Por nuk mund ta themi thjesht që është e thjeshtë. Është e vështirë në Shqipëri. Është e vështirë në Shqipëri nëse ka fshehje, transformime, futja personave të tjerë që nuk lidhen me personin subjekt, persona të tretë. Është e vështirë të gjenden. Imagjino tani kur ti po bën një hetim në një shtet tjetër, që ai duhet përgjigjet nëpërmjet letrës porosisë që diskutuam dhe merr kohën e saj, krijon vonesë derisa të vinë dokumentat duhet të jenë formë që e kërkon ligji për tu njohur si prova në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe pastaj lidhja që ti do bësh midis atyre dokumentave që të vinë nga jashtë dhe kush është lidhja drejt për drejt e tyre me subjektin që po heton. Kështu që rritet vështirësia, prandaj dhe arsyeja e autorëve të këtyre vepra penale të dyshuar i kryen këto transferta apo këto veprime me jashtë Shqipërisë, sepse mendojnë që mund ta kenë më të thjesht fshehjen e gjurmëve të parave që janë fituar në mënyrë të palishme. Kam shumë faleminderit për shpjegimin shumë teknik dhe të qartë. Prençi, tani ku po shkon SPAK-u në raport me Belinda Balluku? Mendon se ka avancuar? Shiko, organet e drejtësisë, sidomos ato të hetimit, në momentin që ti mendon që kanë shteruar, atëherë janë duke u thelluar në hetimin e një gjëje sepse nuk është kaq e lehtë siç i ka ndodhur SPAK-ut përballja me ekzekutivin shqiptar deri në gjykatën kushtetuese, deri aty saqë për ta paragjykuar për provat e organit hetimit. Gjë të cilën shëshimin e provave e bën vetëm gjykata në hetimin gjyqësor, por jo qeveria, jo ekzekutivi dhe jo çdo kush. Ne këtu bëjmë analizë edhe japim mendimet tona, por ne nuk jemi me detyra shtetërore për t'i vendosur postulat
për t'i vendosur tra organeve drejtësisë për të avancuar në hetimin. Fakti që prokurorët që merren me çështjen Balluku kanë kërkuar shtimin e kohës në dispozicion, zgjatjen e hetimeve për 3 muaj, dhe nuk dim a do ketë edhe zgjatje tjetër, sepse mund të shkojë edhe deri në 2 vjet, ata e kanë një hall. E kanë një hall sepse ata nuk janë të bindur se kemi të bëjmë vetëm me shkeljet pa barazisë në tender. Ata kanë materiale, kanë regjistrime telefonike, kanë biseda, kanë CD, kanë materiale, kanë prova shkresore që janë marrë në për gjitha tendrat e zhvilluar nga Ministria e Infrastrukturës dhe sidomos nga skema Balluku, Drejtoria e Autoritetit Rrugor Shqiptar, e keshit e tjera tjera. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kanë hartuar një plan të detajuar hetimi, prandaj dhe ndërhyra para se thash prokurori harton planin e hetimit, dhe kanë vënë në lëvizje disa oficerë të BKH-s për të operuar në drejtime të ndryshme sepse dosjet janë shumë voluminose. Janë shumë voluminose. Nuk kemi të bëjmë vetëm me letër porosit që kanë të bëjnë me transaksionet bankare drejt Zvicrës apo drejt vendeve të tjera të offshore-ve, po ka një informacion që një shumë e caktuar parash ka dalë në Zvicër, nëpërmjet një biznesmeni. Po kohët e fundit kanë avancuar dhe me hetimin, sepse në dyert e SPAK-ut për çështjen Balluku janë parë të trokasin disa, jo të trokasin, po t'i vizitojnë disa biznesmen. Disa biznesmen që janë protagonist në tendrat e Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe kryesisht të Ministrisë së Infrastrukturës. Por ne përmendëm kontrollet që janë bërë tek Mirjet Reçi, Kushëriri dhe Meland Qirko, lidhje familjare. Por në dijenin time në SPAK janë thirrur edhe personalitetet tjera të botës së futbollit, miq të vjetër, miq të ri të Belinda Ballukut, të cilët kanë të bëjnë me pastrimin e produkteve të veprës penale. Dhe besoj se tashmë SPAK-u nuk gabon. Nëse ne bëjmë këtu analizë, ata tani janë në fazën e garantimit të provave të pak kontestueshme përpara gjykatës. Çka do të thotë që Belinda tani është në fazën më të rrezikshme. Besoj që edhe Rama dhe gardianët prej 83 votash të Parlamentit Shqiptar nuk do mundën më ta mbrojnë për shkak të tërmetit që ka shkuar në kancelaritë evropiane fenomeni i mbrojtjes së korrupsionit lart shtetëror. Mos gabojmë se jo më larg se para disa ditësh kreu i SPAK-ut ka thënë që një nga problemet më të mëdha në Shqipëri është niveli i lartë i korrupsionit në nivelet qeveritare. E kemi shkurtimisht në çështjen e fundit atë, që unë po bëj një parantezë, unë se di se çfarë çështje ke ti. Po di që ka deklaruar shqetësuese është niveli i lartë i korrupsionit. Kryeministri i Shqipërisë thotë ka filluar të zvoglohet korrupsioni. Tani kë do besojmë? Ne kemi një dilemë, ka du të besojmë. Përse kemi dilemën? Unë do i kërkoj ndjes avokatit, sepse kalojmë tek çështja e fundit, sepse te çështja Balluku besoj avokati na shpjegoi procedurën ligjore sepse po kërkohet dhe ju bët një analizë shumë mirë për sa i përket kësaj çështje. Ta analizojmë korrupsionin tek çështja e fundit? Dakor, kemi. Të lutem regjia, më kalon me deklarimin që bëri përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë kreu i SPAK, Klodian Bravo, për sa i përket raportit të vitit 2025. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe ato të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPAK ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Atëherë bashkë me Prençin e shkrim tashmë temën e Belinda Balluku, duke qenë se po diskutonim çështje shkeljes barazisë në tendra, pastrim parash, korrupsione të tjerë, dhe shkojmë për diskutuar pikërisht korrupsionin atë se çfarë deklaroi Klodian Bravo. Dhe Prençi
Thotë që është rritur domethënë hetimi deri në 18% më shumë dhe është fenomen shqetësues. Gjyqtar, prokuror, polic është rritur fenomeni. Pastaj do të shikojmë se çfarë kemi bëjmë me hetimin, gjykimin dhe dënimin e problematikave. Sepse kemi dy raporte. Kemi një raport të kreut të SPAP-ut përballë KLP-s, ku thotë që problematik serioze është niveli i lartë i korrupsionit, niveleve të larta shtetërore, se korrupsion nuk bën ti dhe unë, se s'kemi si bëjmë korrupsion ne.